Gjykata e Elbasanit ka vendosur të kthejë përplotësim hetimet ndaj 3 shtetasve të huaj, 2 rus dhe 1 ukrainas, të cilët u arrestuan në gusht të vitit 2022 pasi u përfshin në një përplasje me rojet ushtarake në uzinën e armëve në Gramsh. Dosja e tyre përfshin akuzat sigurimin e informatave sekrete me karakter ushtarak dhe kundërshtimin me forcë të punonjësve që kryen një detyrë shtetërore, si dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Sipas prokurorisë, ata dyshohen për spionazh, pasi thuhet se kishin ardhur në Shqipëri për të mbledhur informacione të ndjeshme që mund të dëmtonin sigurinë kombëtare. Svetlana Timofeva, Mikhail Zorin dhe Fedir Alpatov, të moshave 34, 23 dhe 24 vjeç, kanë mohuar akuzat dhe kanë deklaruar se ishin thjesht bloger që kishin interes për godinat e braktisura dhe objektet ushtarake të ish-komunizmit. Ata i kanë mohuar çdo akuzë për spionazh dhe kanë thënë se udhëtimi i tyre ishte thjesht një pasion për eksplorimin e vendvijimeve të tilla. Prokurori Krishni Kajazi ka kërkuar që hetimet të plotësohen edhe të shqyrtohen me gjitha informacionet për të verifikuar natyrën e veprimtarisë së këtyre individëve pas sekuestrimit të pasaportave të tyre. Autoritetet kanë ndaluar daljen e të arrestuarve nga Shqipëria deri në përfundim të hetimeve. Prokuroria ka afat deri në fund të muajit maj për të përfunduar hetimet dhe për të vendosur nëse do të ngrihen akuza formale ndaj tyre.